Shikues të dashur, sot jemi me 27 qershor, u kry edhe qershori. Nikoriku, çka pipjen e martë, a? Po. Të martën. O, larg rrugat. Rrugat, larg. Pse mesim gjithë fund muajit pa pare? Pse mesim gjithë në fund muajit pa pare? Se hargjojna pa kontroll në fillim në mes. A je sigurt? Po, sigurt. Lidhen aty shumë gjëra me parin. A më që kena qëto në fillim të muajit, dy që zgjedhëm qa me hangër. Mira, dhe në fund muajit, vëp argetës. Qatë më ish? A ndoshta është që nuk kemi pas, ndoshta është që nuk kemi pas shtet, edhe nuk kemi pas shumë sisteme, njerëz me rruga të rregullta, kanë punu në orë, kanë dalë në pazari, kanë shitë edhe më duket ju duket juve si popull që nuk dim shumë me menaxhu pare? Po një me po, një me nuk dina me menaxhu, me ne që s'dina. Nuk më duket, po e kena mentalitetin e kena të varfën, edhe ata që kanë shumë pare, veç i gjujnë. Po dhe, ata teorikisht hargjojnë shumë ma shumë se na i hargjojna për gjëra bazike që i kena për gjatë të në mujit, për shembull, me hangër me pi, kena qiroja, kena kredi. Ato gjëra periode, po, okej, po. A nëse që pas ka qëllu që tashë si ka bo, po në për shembull thojt i bëjnë shpe. Po. Po, nuk ja pare. E ndeti ku shkon sa gjatërin? Vorët. Se thoj Ku t'ja shkoj bërë me shpi, rima gjatë. Po. Për shembull, ku shkoj me babin onën rri 10 ditë, sa të rinë ata. Po. Se e kom all inclusive. Ku shkoj me qika, rri pak ma pak, 5-6 ditë. Është në për literaturën botnore përmendet mentaliteti i varfër edhe mentaliteti i pasur. Mentaliteti i varfër harxhon pare në sende që nuk i sjellin pare, derisa të pasunit shtin pare aty në diçka që ka ju sjell pare. Do të thonë e bleni banesë e nshon me qira. Do të thonë ajo ju prodhon pare të Po i varfër s'ka me ble banesë. Po jo, veç ka po dhe, veç nëse e krahason për shembull nëse shkon në Shkup, ata kanë ma shumë pare se na, edhe rrogat ma të larta se na, po kerrit i kanë ma të këqija. Nëse shkon në Selanik ata... Të që din ata me menaxhu? Po, di me menaxhu. Shkon në Selanik, për shembull na harrojë tash me shku në Selanik. Do të thonë me me shku në Selanik edhe me pyet dikon veç pe çashojnë rrugë, me pyet ajo ma të pasun shqiptarët, Kosovar, tash e guxoj me thonë Kosovar ajo. Ajo ma të pasun na në Kosovë, ajo ma të pasun ata në Greqi, mi pyet njerëz, ata kishin thonë jo na në Kosovë jena ma të pasun se këtu ki Mercedesa, G-klasa, ki Citroena, BMW 7-sha, kejt kerët ma të mira, kejt vizlume, kejt të reja, dirisa a ki po, në Selanik, për shambull, shumica e kereve, jo, edhe në Itali shumica e kereve jënë kon Fiat, për shambull. Jënë të vogla, 80% kereve në është ta që i kom po jënë kon Fiata. Edhe rrugat i kam 5 fish ma të nartë të sena. Po ndryshon pak mënyra e mendimit për jetë, po menoj. Për shambull, të na vonë kena nis me shiu ta manë me shkum pushime. Edhe ko halo familjar në që ju do këtë absurde qysh në fund mujt mes pa pare, mirë për fillim të mujt, shkoj e vizitoj një vend, po për mu është ajo primare, adhen me shku me vizitu një vend të ri, një kultur të re, po sukon që kjo mendim të në shtatë printe me. Kanë synu gjithë qysh me pas një kerë, me blejnë ashta një tokë, me blejnë një diqka, që okej, edhe për mu është synim, po së që Elona ashta vetën me kursy që tash unë e shumë për me blejnë një banes mas 5 vjetë, se për shembull në 79 ekziston pak mundësia që muj me i kredi dhe e blej, nëse vetë se po du me pas një banes. A din dina ka ndryshu pak mentalitetin, është edhe na jena të shku tash të bo si njerës në... Si evropian. Po edhe spritojna me bollëks, edhe spritojna më anku në fund mujit, kështë që... Po njëna pa tjetër nuk funksionojnë. Se së është dyqyshe e mirë. Unë e kom po dhe të vetja, unë së më ty kritiku njerës, e kom po dhe të vetja. Dëmë thonë, unë e kom jetu me qira, po këne e kom pas kerin e mirë, edhe tash për shambull, ende nuk i kom qitë perdet në banes, e kom ble kerin. Dëmë thonë, njohim njerës, mështë ja përmendin emrin dikush që së këtu në studio që e ka kerin BMW, po nuk ka fazad në shpe. E kuptan? I ka disa kere, ka njerës që kanë ekspes që ma heret, që në tregojshin njerës që punojshin pompat benzinës që i qitë që naftur 5 euro. Dhe më thonë edhe pëse e ka ekspes që. Ta që kjo është mentalitet, e vlerësojnë si mentaliteti njerëzve të varfër, dhe më thonë që nuk din me kriju, dhe më thonë nuk shyrin me këshur senet e para, mas pari e shëndetin, minajt gati dentistit, mjekut, me ndresh fasadën e shpis,
Po, ama dhe së më pëlqen që ke pjesa që thojnë. Toni me këshyrë me ble kërë. Të më thonë njerë me ble nështë ta një kërë 2.000-3.000 euro, edhe pse të na për shumë me pas një kërë 2.000-3.000 euro, është more. Najse, mua apet së më pëlqen pak që kanë mendësin, sidomos print tonë. Për shumë nonën tem, më te, thuja, abdo me që qumë pushim dikon, abdo me ndrejgjë dhomën, me rinovu, aja thot dhomën. Edhe nuk më pëlqen që kisan që për para knatësis, shpirtnore, me shku dikon mu knaqë, me pushu trupin e vetë, thot për ndrejgjë, për ndrej dhomën. Për ndrejgjë dhomën, ti e ki knatësine për ditëshme. Po të ata gjithë kanë me ndru dishka. Kër e ndrejgjë dhomën, e ki rahatin, e ki kauqin e mirë. Po jo, besë se kam për kauq, o ma shumë ta këshim pas për knatësin e trupit, diqish. Po jo, sa e ke po, të na, sidomos në Kosovë, përgjithsi, na shqiptarë që e kena qëto, gjdo 2-3 vjetë, hajtë renovoj shpijen. E boni filoni, do të edhe na, e boni aj, do të edhe na. Po përgjithsi e kena qëtë sanë, nuk renovoj shpija gjdo 2-3 vjetë, diqish. Ma shumë se sa për me shku me knatë shpirtin ta në dikon me një pushem, ta renovoj ato, ta bëj këto, dhe më nësë më pëlqen që kësë sistemi. Drios, sa me në përshka, e kon tash masi që u qelën kufit në për shtetë evropiane, dhe e ki po atë ka befasu kjo që do më thonë kjerët i kanë matë këshia se na. Në Gjermani ku jem konë, nuk është që i kanë pas kjerët e këshia. Jo, në Gjermani i kanë të mira. Në Berlin i kanë matë këshia. Bash në Berlin jëmë konë. Lindore, apo matë mira se na në Berlina? Ke post për gjitha lojeve me thonë kështë, nashta ke post edhe ma ekonomik që janë që shë përmendi kjo Fiat Ford e këtu, mirë po ke post edhe kire që ka metë sini. Kjo, kjo. Zbenjuam. Mironda që shë përmendi, ke post mirë po nuk menej që nuk dina me i menagjue të ardhunat, po me një rrugë që e ki në Kosovë, mesatore, besoj që mjaft mirë ja dollum deri njave në fundit, se është problem. Ekspert financiar thonë që me hargju pare në kjerë është gabim se kjeri vështë hargjën pare. I bjem vlera. I bjem vlera. Si të blenë, me njerë i bjem vlera, si të mos kjeri në ri kur të blenë 0-0, me njerë i bjem vlera, ma mirë është me ble diçka, dhe më thonë, me ble banes, me ble një tokë diku, sa të pare që i kise, me pare të kjerit mund është me ble një 2 ari tokë diku. Ma lishev. Varët ku? Jo, ma lishev është. Ma lishev është rajtë. Po për shamu me shku në rëthin të Prishtines, mund është me ble, dhe më thonë, me 10.000-20.000 euro, mund është me ble diku 3-4 ari tokë, adin që e ki një tokë që mund është me shqitë ma vonë. Po, a më qanë nëse që asaj tokë nuk i hyp vlera, sa jam onë e gjallë, adin në qyshme e fëmistem. E që to është dalimin mes neve edhe popujve evropianë, se ata mendojnë edhe për generatet e ardhshme. Të dhënë ata kër e nisin një projekt, për shamull, si për katedralja e Këllnit, për shamull, ajo o ndërtu diku 400-500 vjetë, ka zgjatë ndërtimi, e na po mdo këtë mentaliteti janë që s'kena pas shtetë dhe s'ken pas tradit shumë të madhe, nas mendojnë për stërnipin. Mendojnë, unë bashkë me nejtë këndër. Po, mendojnë, po të na mendojnë shumë a shumë për vishë familjen e vetë. Të pak të në adin, për shumë gjysh jem kalon shumë tokë, ta shejo tokë ndo për, adin ati ja kalon dikosh, ose kanë shtu dhe kanë ble. E keni bo rrëshë ku bankere. Jo, i tokën e kena qaj këna pos, pasha zotin, nuk kena shqit kur gjo. Ati e mendojnë ashtë ta ma shumë për kolektiv, adin me ndërtu diçka një, si që është kisha ose diçka e të. Amo ju që s'mendojnë për populli shqiptar, s'mendojnë për të vetit, me thonë këtë mënyrë, për shkak se për shambull krejt jashtë jetojnë me qiro. Nashta jena ma i vetëmi popull në krejt Evropën që kena mas shumë t'i pruna, edhe krejt këto e bojnë asë sa e loj qiron, ma mire paguj kreditin edhe ja lon e sër djallet. Kështu që me ne që bashkë na menojna ma shumë se që dëhet. Ata dhe nëse kam pasurin e ose edhurojnë në organizata ose dikon tjetër edhe thojnë le të bojnë vetë fëmija. Mirë, atë ta shti këthejmë edhe një temë tjetër, dhe më dhënë se janë esëm prej kësaj pëse po mesim, po na dhemë fund mund që po mesim po pare. Na, gjithë e kena, a kena një temë tjetër, dalim një temë tjetër. Unë e prapë menaj që, dhe më thonë, na duhet me bo pak ma të përgjithshëm, ja kemi fillu me bo pak ma të përgjithshëm financiarisht, se këto hargjimit që i bojmë, dhe më thonë, unë e shën jasë, dhe më thonë, me orat shtrejta, edhe që nështë si kanë kushtet e mira, në shpej teshat, jo Louis Vuittona, jo ato, jo këto, dhe më thonë, është një mentalitet që e bojmë për halk, dhe më thonë, për më do këmirë para halkve, edhe unë në vërtet, dheri sa e kom pas një fort fjesht, këgja njës më kam komentu e qysh, adhe në kam prit, dhe më thonë, që tash unë duhet
të më thonë si moderator ose drejtor i kreativ në televizion, duhet me pas ku me ditë qëfar kere dhe kom një qatë presion që më kanë këshyrë pak njerës të keqë, dhe kur shkoj shanë takime me biznese për me ju bo reklama, unë isha keqë me vo me më pa me një kerë, dhe më thonë, me të vrame, të presht një kerë që vlenë 4.000 euro ose 5.000 euro, me më pas ata biznesi mundet me thonë, këtë qëre këpë veti s'ka mujtë mi bo kerë të mirë, po vjenë mu po dhe me më bo reklamë. Kështu që tani i kom ra preje që ati presioni, edhe më ka doshtë me një kredi për me marrë një kërë ma të mirë. Ashtë një 5 vjetë lonë kredi. Po, një 5 vjetë ashtë më vynë me la kredi, se kom ra preje që ati presioni, e kom bo edhe për imazh temin para bizneseve tjera që ju bëj reklama, po së që më ka arë mirë, një kohë më burë që e kom kjerin e lirë edhe të vogël. Po, më është të varë koha dhe me shpërbly vetën pak për gjithë mundin punën që e me rëndësi të më koni shtrajt se kjerë shkone vjen. Me rëndësi të më koni shtrajt. Unë më koni shtrajt. Rich. Qaj është me rëndësi. E kemi pas një deklarat interesante të aktorit tonë Gjevdet, Shëpat në bjemrin. Okej, ja. Unë e njësi Arif Hikmeti. Gjevdet Jashari, ma herët ka qenë njoftun se Arif Hikmeti, tash ka ardhë në rol të ri në Bashkallajk, është një aktor i Macedonisë së Veriut, shqiptar, dhe e ka dhonë një deklarat, ati për këshyrim pak deklaratën, e për komentojmë pastaj. Ne nuk jemi Kosovar, nuk jemi Sërbt, nuk jemi Macedon, ne jemi Shqiptar, krejt. Mas shumë ti që më dhe mas shkjo. Kush, qëto që këtë ndarjen, kush e bën mallkum koft. Për mu mallkum koft qaj që e bën ndarjen e Shqiptarve, qaj që i thot Kosovar jena. Jo bre, s'jeni Kosovar. Nuk jeni Kosovar. Ma mirë thumë, Sërp jam se Kosovar. Si e bre Kosovar, ti je Shqiptar. Kosovar është të tërkush. Kosovar janë ato që vetë fjala Kosovë vim prej Sërbëve. Edhe duhet me jarë shumë rëndë që ati shqiptari që thotë jëmë Kosovar. Shumë duhet me jarë rëndë. Dhe më thonë, thote një terminologi që ka shpik shkau, edhe ti me pranu, a ti ka vra gjysmën e populatës. Edhe ti e pranon me së di qfar zemre ka, që qaj shqiptar që i thot unë jam Kosovar. Së di, nuk e di qyshe pranon që të termin. Është tem bajagi më dhem shumë, ama s'kam qka i boj, se cili njerë e ka drejtën e vetë me u shpre qysh ndjetë. Dikush mundet me qenë shqiptar e thot jam Rom. Është Rom të pafsha, qa duesh ban. Është jam Sërp të pafsha. Po, bashkë. E të këpjesa e statuseve dhe komenteve dhe këto temave sociale që veç e përmendem, një prej tyre që të shtetësën, pleter kom po kështu që reagon edhe për pjesën e zhvillimeve politike në vend, kudo. Qëtu e kom problemin matë marë, qëtu ga boj shumë. A po? Shumë ga boj. Kom dash disa herë Facebook-un mos me qenu. Leta maja dikush tjetër edhe qatë duen letë punë. Po. Që shembull. E kom pas një foto me komandantin, me kryetarin. O zot, shamet ma të rënda njetë nuk kom pas. Kur e kam nxjerrë qatë fotografi. Edhe ju më detyru ta hek. E ke heka? E kom hek. U këthym studia shikus të dashtun, e pam që ka tha Gjevdet Jashari, edhe qka përmunojmë për këtë deklaratë? Kërkojmë falje për do fjallë që u përdorën aty, po është temë interesante me përmen. Në mëngjes kemi qef shumë u marë me këto tema, po ka njerë e bojmë naj për jashtim, pasi që jemi marë gjithë, është temë interesante me pak investime në gjithve. Që e dënita mas pari kër e këna përmen, temën ka thënë, s'kam qef më marë me kësi tema. Jo, unë arrimi i përbalo dhe gjdo lej komentit që bëhet për njerëzë. Tim do këtë s'kishe mujtë me punu në Klan Kosova kur, atë ata vesh me si tema marën, vesh me tema të ronda. Jo që është tema vesh me rondë, kështë po e intriga, skandale, vrasje, qëto tema të ndishme së shumë pëlqenë shumë. Për vetë fakte ma shumë se sa që ka thonë, personajën fjali isha kop të këpisa e komenteve që më karo shumë me i ledzun, është ta? Se mjena shumë edhe me pjesën e komenteve dhe janë konë
për mu me thonë këtë gjatë të mërshme, për vetë faktin se hala dhe tash nuk pajtojnë me mendimin personal të dikujt. Tash nuk kena na kërkush me përcaktua është mendimi gabum apo jo, për derisa është mendim personal, edhe paka shumë edhe arri edhe me kuptu për vetë faktin që... Për dikushon një kesë se kjo tha malkum qofta, dhe në kur të përdojrë që atë fjallë malkim, ata një në kesë një. Na, zakonisht besoj ka ra dhe me shumë shqiptar që jetojnë në Maqedoni ose në venet e tjera që e kanë pak këndinin adhe dashuris pak ma shumë nashta se na, se të qysh gjëtë janë ndisi ma të ndomë. Ata janë halo që shukon populli i Kosovës. Edhe e vujnë ma shumë se sa nana është ta qëtë pjesë, edhe ma shumë po besoj që ka pas në kontekstin që mos mundi si të ndomë Shqipni Kosovë, po zakonisht çdo lloj deklarate ta shte dalë në kontekst tjetër. Po ke shumë deklarat me mlef ke mënyra e të folurit e ti se nëse na thojmë që jemi Kosovar, na shtetësinë e kemi Kosovar, edhe nuk është kur gjë e gabume, as nuk duhet me u mallkuaj që e thot. Si më thonë Prishtinalinë. Po, thonë që e përmendë që jo me Suarekës. Që thush, Gjdo konë, suare si me thonë, dikush jam tetovar, si bjanë që me thonë që s'jam shqiptar. Të më thonë, veç për definon në dishka geografike. Aje ka pos për kontekstin se për një me është bo këgjaj problem që kjo, se shumicën e komenteve që i shone për rrjetet sociale, e kine se dikush e Shqipnis komenton vlau jo nëse diqka, dikush prej Kosovës kam ja këthy, unë nuk jam shqiptar, jam kosovar, po kur vone ti kosovar me i thonë, deri dja keni luftu për flamurin QQZ, ta është ti po endron identitetin kumben. Mendoj që në qëta është lidhë aktori edhe nuk besoj që ka këmbë Kosovar, as që ka me pas na i herë, për derisa e kena veç shtetësin, përshë që unë për vete, si të sej vetën shqiptare e Kosovës, besoj që ka me ndru na i herë. Edhe në Itali ka plot shqiptare, janë shqiptar të Italisë, janë shqiptar të Macedonisë së Veriut, janë shqiptar të Kosovës. Po, të Malizi, po nështë edhe pak mënyra e qasit si ke shumë e mlef, edhe nuk më nëshmi thani Kosovari ma mirë me qujtë kur e din që në halon konflikt jemi, halos kemi kalu prej asaj. Është lidhë me toponimin, ma shumë me emrin e fjallës Kosovë, për shkak se ka prej ardhen prej Gjugoslave, për që ata është lidhë ma shumë për besoj e dhaj, se nuk e ka pas në atë mendimin që me qujtë Serbë, do me thonë, shqiptarët Kosovës normal, edhe kur veç që të, do me thonë, shumicën e kohës e kalon, se e dim lidhen që e kanë me shqiptarët e Kosovës me të Macedonisë, kanë luftu bashkë edhe në luftë Kosovës edhe në luftën e Macedonisë, kështu që se besoj që e ka pas në atë menimin e kashë. Jo, nësë pëdi qysh e ka pas, unë e vëshko të ato që e dëgjumë në intervise, se kom pytas para që kjo është këtë dilema, do më thonë. Po nështë që kjo është që jenë media, dhe dush me pas shumë parasysh që jetu transmitu të publiku, se dush me pas parasysh që qa do që fletë komentohet e aqë më pak nëse i prek me një pik tjilë. Që më bashkë shikes së më pëlqenë, pëse na gjëtë dojtë me madhë vetën se qysh kome na prit publiku, pëse gjëtë dojtë me thoni me nem që dojtë me i përqi publikut. Po jo, përveç për që to që e ka thonë që deklarat, ajo është stër komentu. Nashta është edhe keq kuptu, nuk po thamë që për rastin e aktorit, po lidh me Driasën që tha s'ka dosh me e thonë që ashto. Thash në media nuk ka qka ke dasht me e thonë, është ajo që ti e ta gjithë dalë, edhe me qëto me që dënë me e thonë, gjithë ka me dalë po, amo jo me prejkë në qëtë pika, den? Unë veç që tu po ka, pra, se për shtetësi jam... Po që për qëta është tenshën delikate që tojnë ana, pse? Dina shumë mirë, si medium, si përfacusi të vënishit edhe që jena në të vënish, se na, edhe kur t'i ndojmë për rjetës sociale, na i marim i ndojmë pak ma të plota. Dhe më thonë, nuk e marim veç ka pas portale që e kanë kap këto edhe e kanë do veç malkum qoftë ma mirë mi thonë vetit sërbë se mi thonë kosovar. Të më thonë e kap veç që të copë se edhin që i algoritmi i Facebookut, i YouTube-it, sa ma shumë që komentojnë njerës, sa ma shumë që sielin vnerë, bojnë ma shumë vjuza. Për që ta, na nuk është që zdim në të vënesh me bojë qëtë sen, në rjetët sociale, me nëzirë skandale, me nëzirë me folë për vrasje, për këtë që të sene, po në qëtë aspekt, une menoj që jena shumë matë mirë, se këshyri ma shumë më fokusu në sene pozitive, se sa në sene negative që shëbojnë do mediume, bile mediume të matë mëja kosovare. Kështu që për qatë arsye na janë shumë prej fillimit dhe në fond, për mja kuptu edhe qëlimin, se kur janë shumë për fillimit dhe në fond, ja kuptan edhe qëlimin. Kur janë shumë vesh malkum qofta i që i thot vetit kosovar, edhe ma mirë është mi thonë vetit sërbë, se sa mi thonë kosovar, kur janë shumë veç qatë copë, pa e ditë që shë ka fillu, se da e kur e fillon e të rëgën që është fjale për ndamje. Po, për s'ka qef me pas ndamje mes shqiptarëve të Shqipnisë edhe shqiptarëve të Kosovës. Sidomos që edhe bashku
Po menej i ka prek në pikë dopë se bashkë që të kovët të fundit veç është të diskutu që sane gjatë kur është një loj që ka dhe loja fundit. Po, nësë menoj që ka shqiptar, definitivisht që se njën vetën shqiptar, me komësi shqiptar. Po, absolut. O menej që këtë pjesa qanurit shtetas Kosovar është ma shumë akt juridik, që përcakton edhe ligjit, që për të risa jetu në shtetin e Kosovës, po, edhe unë që duhet me dorë shtetit prej neve shtetin. Po, tash në aspektin e identitetit kombëtar të etnis, normal që se cilën ndjen se mohon kërkosh, po, definitivisht. Nuk më dëgju deri që tash dikon që e mohon që të fakt. Hajde të pyesim ChatGPT-n dallimin mes etnisë edhe kombit. Do të thonë se kombi është diçka tjetër, etnia është diçka tjetër. Na e dim që krejt kemi etninë shqiptare, po kombi është pak më i komplikuar. Te disa shtete kombi është barabart me etninë, te disa shtete nuk është i barabart. Hajde vesh ta këshyrim, a ka ndonjë mendim ChatGPT-ja në gjuhën shqipe, ka njerë nuk përgjigjet sakt, se duni me ditë që inteligjenca artificiale, do të thonë në 90% rasteve është e sakt, po ka plot raste nuk bën mu bazum të plotësisht. Hajde ta pyesim. Falë, është ta vish për ndërprej. Okej, i të bërë më zonë. Jo, se dishta me lidh me qëta, diqka e shkruva adone për me pitë për që temë edhe më shkëma këtajta. është një temë pak sa e ndishme, dhe është shvedin edhe që është temë e ndishme. Vazhdo më falë. Mirë mëngjes. Këtë paska i dnu. Si po shkon drita jote deri tani? Ka ndonjë gjë të veçantë për të cilën po mendon sot? Deshta me të pyet për dallimin në mes, deshta të pyes për dallimin në mes etnisë dhe kombit. Pasi që kemi shumë shtete që e kanë etnin e barabart me kombin, ose nation, derisa të ne në Kosovë, etnia është diçka tjetër, shtetësia tjetër, për çka është kombi? Po, është një pyetje shumë interesante. Etnia zakonisht referohet një grupi njerëzish që ndajnë një kulturë, gjuhë, histori dhe prejardhje të përbashkët, ndërsa kombi ose shteti shpesh i referohet një entiteti politik që ka kufit e vet dhe një qeveri. Në disa raste, siç janë disa vende në Evropë, kombi dhe etnia përkojnë, ndërsa në vende si Kosova mund të kemi një shumëllojshmëri etnish brenda një shteti të vetëm. Kështu që kombi mund të shihet si një ide më shumë politike që përfshin të gjithë qytetarët e një shteti, pavarësisht prejardhjes etnike. E kundërt me ato që është në Kosovë, po më duket. Në Kosovë ka njerë, kur me bo me thonë komb kosovar, që shë thonë francez, komb francez, po aty ka maroken, ka francez, ka bask, ka dhe më thonë ka gjerman, ka të tillë, edhe ka francez. Po si komb, ata e mdojnë vetën si komb bena një shteti. Tash, si pas qësoj që tha që GPT-ja, s'po thëmë që e ka mirë, po është një kënd vështrim, si pas qësoj pikbjen që mundet me pas komb kosovar, e brenda ti ka etnit të ndryshme. Qëtu pak i përzim na fjallën komb edhe fjallën etni. Po dhe për qëta, gjatë kur tojnë identitetin, kur e përfshini, bojnë edhe bashkë identitetin kombëtar edhe etnik, po pak e pështjelavt është. E pështjelavt edhe për shkak të gjuhës tonë, se kur thojmë kombëtar, na e marim si etni. Kombin, na e përzim shumë shpesh me etni, e kështu ndoshta na vynë një ndamje, po qysh e përmendi edhe ChatGPT-ja jote, është çështje e ndihshme, edhe na prek shumë tela, sidomos Driasa e përmendi një sen ma herët, tha që në Maqedoninë e Veriut, do të thonë, ende kështu është edhe në Kosovën lindore, do të thonë në Preshevë, Bujanovce dhe Medveq, kur një popull është ndihet ma i rrezikum si identitet edhe si minoritet, edhe kur e ndin identitetin e rrezikum, gjuhën e rrezikume, etnin e vetë të rrezikume për prej asimilimit, atëherë janë ma të ashpër në këto çështje. Na deri në 99-ën kemi qenë pak ma nacionalista dhe kemi qenë pak ma, jemi ndim ma shumë shqiptar gjithçysh, s'kem dashur me përmend kosovarin hiç. Tash, masi që jemi çliru, masi ndihemi pak ma rahat, tash mundim me pas mendime ndryshme dhe si marim shumë afër zemrës. Po. Për afër zemrën nuk është që kësha thonë se ekstrem. Po ma pak se në dhejta. Po ndodhë në rrjetet sociale është të mashme në që ta drejtim, do me thonë, nuk e di ku pe gjenë këjtat energjit keqe, me thonë, që më ushonë me zvete. Unë e di ku pe gjenë, mediat pja ushenë pak. Mediat pja ushenë, se e merë një copë si të Gjevdetit, në falë, e merë një copë si të Gjevdetit, edhe e kapë një portal, edhe thot, Malkum qoft aj ma përpara,
dhe më thonë, ma kesh është mi thonë, ajo është ma përpara sërba, qysha tha, dhe më thonë... Ma mirë thuj sërb se kosovar. Ma mirë thuj sërb se sa kosovar, dhe më thonë, e kap një portal, që ato, ose një medium, ose një televizion, edhe e kap veç ato, edhe e qetë edhe normal që ju shenë njerës me urejtje. Po dhe po kështë ndërlidh që nështë atash t'i dhemë, se tash na me zvete kena fillu me ushajt nështë ta për qëto. Atë në dhejt aty e keni pas, ka qenë po tjetër, po. Atash na kemi fillu nështë ta ju e keni pas, se më boni plak mu me një. Po ti e mon men qatë kohë dhe je konë. Jo e moj normalisht të 18 vjetë i kom pas. Unë në vjetë gjysi kom pas, drasa së bonje, shto që në smoj men kur gjo prej asaj periude. Për që të arsye e ka përdojmë nështë atash na dhemë ma shumë që kjo që kemi fillu me zvete, e është eronë. Qëre, edhe atër kemi pas... Edhe në vitet e 90-ta kemi pas shumë konflikte me zvete, do më thonë ka qenë krahu i luftës edhe krahu i rezistencës pasore. LDK-ja me UÇK-n s'kanë shku hesh mirë, edhe pse ka qenë një pjesë e UÇK-s që kanë qenë të lidhun me LDK-n, edhe përmendet edhe ajo ushtria e farë këtë e s'diqka, po prapë se prapë ka pas shumë konflikte, po kur e ki armikun e jashtëm, të më thonë, t'jashtëm kuptimin etni tjetër, atër e ki shumë malet, për që atë arsye shumë udhëheca, për shamull Benjamin Netanyahu i Izraelit, e kryoj një armik t'jashtëm, Iranin, e sulmoj Iranin, për mi bashku popullin mrena. Qashtu edhe Vučić e bën një krizë në Kosovë për me bashku popullin mrena, edhe Albin Kurti fatkesisht qashtu kryon kriza me Serbin, të në kone përmen Serbin, që mi bashku njerës Bashkina pak të komentet, kështu të vënishit e na, normal, pas ka me qindra komente, edhe vëm kishet se janë që dojnë ana dyon të medaljes, sa ishe komente, o të lumt goja, o për du më taku nonën tjetër dhe tjerajt, mësë ja fot këtë, pëse thu për shamën qeni të tovar, të më tonë loj komente, po që se cële, pëse e shpriat menimin e vetë, që shtirë në shtavet. Mendimi janë personal është që, mos i meni këto sane qashtë seriosisht, të më thonë se, kur thot dikush, unë jam kosovar, mereni ka njëherë edhe si krajnë Shqipnisme. Si me thonë unë jem Pejon, si me thonë unë jem Prishtina Li, si me thonë unë jem Preshevar, si me thonë unë jem Tetovar, ose si me thonë jem Korçar. Pse me marë qash afer zemrës, veç njerës nështë ta dojnë pak me dalë pak ma shumë pa, e din që me kritika dhe me debat dhe me vner dalin pak ma shumë pa. Për shembull, ka kundërshtime edhe tek pjesa e yje botërore, me thonë, ftyrave të famshme të cilat dalin prej Kosovës, shumicën e rasteve i kiq atë mas shumëti, dhe më thonë, shtymja që bëhen mes shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipnisë, të ushty, dhe më thonë që shqiptare e Kosovës, është e jona, është e juja, kështë të mërshme. Që shtyët Prishtina me, për shamull, a Prishtina Lia e Pejon. Për mu kore si që është shqiptare, për shamull, se shqiptare e nële heq, po... Me lujtë Kosova-Shqipnia për kanë janë një futbol? Ose në qëfar dhe asi? Erdonit, për Kosovën, ti? Cila dhe që të fiton s'ma ti? Kretë jemi për të dyjat, po... Për dyjat, për në majtë. Jo, Kosova me Shqipnin me lujtë. A jeni për mu do baras, a jeni për me fitu Kosova, a jeni për me fitu Shqipnin. E nëse lujnë finalet kupës botës, kush keni që mu bu kampioni? Për dyjat të shakëzëm, për nashta pak për Kosovën, ma shumë. Unë nështë për dyjat. Për Kosovën mëse e kom djallin e ogjës atë pak familjare. E politikje. Kalafeni është aty. Që ka emrin me... Dion. Ha? Dion, po më do këtë kalun mirë, që të ndeshe për lunë ma mirë. Qështu pëtojnë? E ka mirandën qifni, gjithë që ata. Për cilën e kep lunë për Prishtinën? Prishtinën, po. Për Prishtinën. Që për shambullaj Suarekës lunë për Prishtinën, për s'ka lidhje. E ka një natë sigurisht Suarekës. Edhe unë isha kom për Kosovën me lujtë në finalet kampionatit botëror, për normalisht edhe Shqipninë për kraj edhe kom shku e kom pa në kampionat evropian. Po, mirë që i kemi dy kombëtarë, dikur se ka asnjë. Ka popull, në vërtet, etni që nuk kanë fare shtet. Kurd nuk kanë fare shtet, edhe pse ka njerë referohen si Kurdistan, edhe pse tërsh na shojnë për këto. Baskt nuk kanë shtet, Romt nuk kanë shtet, kështu që mirë nështë ta që i kemi dy kombëtarë. Super, faleminderit shumë. Qika që folëm për dy tema, për temën e pareve, edhe temën e etnisë edhe të kombit, besoj që janë tema shumë të rëndësishme. Na falenderojmë edhe Natyra Therapy që na përkrahën emisionin tonë. Natyra Therapy mundeni me porosit në 045 956 000 për 46,99 €, 3 kolagena dhe një serum të fytyrës. Edhe aty kur t'i theni, thuni e kom po në TVN që të ofertë
edhe ju japin marirë. E falenderojmë edhe Telkosin për përkrojnë që ne në emision edhe përkrojnë në përgjithësi të televizionit. Telkos, dashni në lidhje të parë. Na shihemi nesër mas nesër me bestofat e emisionit të mëngjesit, po prej të hanës vjen edhe Erza këtu, edhe pse s'na ka mungu shumë. Mu më ka mungu Erza. A ti t'ka mungu, a? A rrgjirë shumë. Po a i gare bona që ta s'na ka mungu, se edhe une kom e pas shumë ma të letë, të më thonë, që shë pata që ta shumë të letë bashkë me juve në emision. Pra të hanën prej 7 mëngjes jemi unë dhe Erza këty në studio të herët në TVN. Fala tonëve.